Fero, tash kemi po edhe në biznes. Qysh po të ecë dhe qysh po do këtë kjo fushë e re të cilin e ki përzgjedh sot? Mirë, u kom pak problematike në fillim, se me qka ku më mirë, edhe e kom pas adin shumë një farë si frike, po besoj që tash jëm ambientu shumë mirë, kom bo një stabilitet financiar të mirë që... Je edhe brenda ambasadori disa kompanive të ndryshme? Po, bashkëpunoj me disa kompani... A po fitor ma shumë si brenda ambasador apo me koncerte? Qërë me tregu drejt me muzik, ka fitime shumë marramenset, ma të mdoja, të shpejta, amo edhe kosto e jetesës është ma e shtrejt. A është e vërtet se qysh vim pare të shpejt, shkojnë shpejt? Shkojnë shpejt, me muzik po. Ti mund është me dit ma mirë, për arsye se e ki edhe vetë, burin, do me thonë, kogja aktiv në për koncerte edhe është njoni ndër figurat matë përfollera sa i përket muzikës edhe a i ka përfitime për muzikës edhe ti e din ma mirë që qatë zhvim parët shpejt edhe shkojnë shpejt edhe kosto është ma e madhe, për shembull unë tash nuk e kam problemu në e veshit një majic 5 euro. A më rre mirë. Atëherë do me thonë o deshke me këshyrt me blej ma shtrejt se Gjiko. Gjiko ka këshyrt me blej ma shtrejt se aj tjetri, a jetë kuptu edhe u ko një farë si gare për me shpenzu pare se cili ma shumë. A me ndonë që ka qenë budalaki shpenzimet e tua rrëdh veshjeve? Shumë, budalaki mi blej një për patika 1500 euro, një majic 700-800 euro, unë e shë, sot e shë budalaki. Se... Nuk të arritim vetë besimin, apo jo? Jo, absolut jo, absolut. Atër, nejsë. S'po foli. Ma mirë. Okej. Fero, tjetër diçka nga aspekti biznesit, a ke ndonjë plan të afërt, a mundemi me të po ndoshta me një biznes të undin, një lami tjetër ose një fush tjetër për pos veshjeve? Jëm i angazhum edhe... Ka shku mbenja në dënja me qenë menagjer? Kam shumë motiv. Menagjer e artistave? Jo, yes. Muna për shembull... Jo, do mos dëshmërisht se cili artist shkon rrugë të keqe, Fero. Do shta ti mu dëshme qenë një këshillus shumë i mirë, qysh me mujtë me bo karierë, pa u fut në për rrugë të këqia. E di sakt, besoj që ma mirë është une me pas një shëshri të shëndosh me artistat. Se unë sa do që mi ik muzikës nuk muna mi ik faktit që do me thonë jena konë kejtë bashkë edhe nëse jena konë kundrështar jena konë bashkë se jena konë me një garë se cili o ma i miri edhe gjithsesi ma mirën e besoj që është me pas një shëshrit shëndosh me ta sër takona me ta me pas një muhabet mirë se sa do që përziesh me industrinë e muzikës gjithmonë vjen personi tret, personi 4 që shtin fjallë edhe... Vjen të lash janë shpetho. Po edhe me ti i keq, a i të kuptu, nashtë ti e ki iniciativën edhe qëllimin e mirë për personin fjallë, po mund është me me ti keq të u mënu me bo mirë, nashtë të ka ndollë me me ti keq të u mënu me bo mirë? Pa tjetër, sidomos edhe nga aspekti gazetarve, gjithmonë mund është me përfundu e keqja. As njëherë nuk të pytë kërkush për arsyem se. Po, cili është plani? Plani është se une jëm momentalisht në bisedime me shumë njerë që janë sukses shumë bizniset e tyre, kam shëshri shumë të mirë me ta, nuk marë hapa më gutë, se shumë erë që ku marë hapa më gutë, nuk më ka shku mirë, edhe kam planet e mija, planet jam pak konfidenciale, për arsye se sërë që i këmë kalzu dikune që këmë e bodi shka s'kom bo, edhe jem të shku në hopat sigurt, kadale, a kam motiv erë, kam herë s'kam, po disiplin kam shumë, edhe jam një person që kur ti pikna një senit deri në fund pa e qunë fund se lo, edhe kom plane. Gjithsesi tash kom e shku... Ne do jemi këtu, do ta shohem, se qka do na sjell Fero, ta shkutje. Gjithsesi jem të shku edhe në Kinë tash, besoj që të mujnë e arshëm kom e shku në Kinë, jem të shku paka shumë me këshyr Kinën. Ketë Kina me gjithë do një produkt interesant për me sjell në Kosovë, apo jo? Ka mundësi.
Jem të shku ma Ide shumë e mire bizneset. Po, jem të shku me vizitu, do me thonë se ajo është, sa i përket prodhime, Kina është numër 1 në kitë botën. Edhe kam një ftesë për një shoku tim, për me shku bashkë me ta dhe jem të shku me këshyrë, pse jo.